Pas vrasjes së liderit suprem iranian, Ayatollah Ali Khamenei, në fillim të luftës së 28 të shkurtit, fraksioni Gardës Revolucionare ka fituar influencë të madhe, duke nxitur një debat më të ashpër dhe më publik mbi mundësinë që Irani të kërkojë armë bërthamore. Sipas dy burimeve të larta iraniane, ndërkohë që Irani nuk ka ndryshuar ende doktrinën e tij bërthamore dhe nuk ka vendosur të prodhojë një bombë, zëra të fortë brenda shtetit po kërkojnë një rishikim të politikës ekzistuese. Sulmet amerikano-izraelite ndaj Iranit që u zhvilluan ndërkohë që bisedimet mbi programin bërthamor të Teheranit ishin ende në proces, mund të kenë ndryshuar këtë ekuacion, duke bindur disa strategë iranianë se përfitimet nga shmangja e bombës janë të pakta. Pozicioni i radikalëve është i ndryshëm, i det për të tërhequr Iranin nga traktati për ndalimin e armëve bërthamore, të cilën më parë ishin vetëm kërcënime, janë bërë më të hapura në mediat shtetërore. Agjencia Tasnim, e lidhur me Gardën Revolucionare, publikoi një artikull që sugjeronte se Irani duhet të largohej nga kjo agjenci, por të vazhdonte programin bërthamor civil. Politikani radikal Mohamed Javad Larijani, vllai i zyrtarit të lartë Ali Larijani, i cili u vra në një sulm këtë muaj, u citua duke kërkuar pezullimin e pjesëmarrjes në agjenci dhe formimin e një komiteti për të vlerësuar vlefshmërinë e traktatit për Iranin. Në televizionin shtetëror, komentatori konservator Naser Torabi tha se publiku iranian kërkon të veprojë për të ndërtuar një armë bërthamore. O e ndërtojmë, o e blejmë, citohet të këtë thënë ai, pasojat dhe pasiguria duken të mëdha, megjithatë debati publik është rritur, nuk është e qartë se sa shpejt Irani mund të arrijë të prodhojë një bombë, pasi vendi ka pësuar sulme javore mbi objektiva bërthamore balistike dhe shkencore. Analistët theksojnë se Irani ka kërkuar statusin e shtetit prag, duke qenë i aftë të prodhojë shpejt një bombë në rast nevoje, pa marrë etiketime ndërkombëtare të armëve bërthamore. Vdekja e Ayatollah Ali Khamenei dhe Ali Larijanit, të cilët kishin penguar radikalët, ka dobësuar kundërshtimin ndaj argumenteve më agresive. Ende nuk dihet nëse detyrimi për të respektuar fatvan e Khameneit që ndalonte armët bërthamore mbetet i vlefshëm pas vdekjes së tij, megjithse pritet të vazhdojë derisa udhëheci i ri Mujtaba Khamenei të shpallë ndryshe.